Bordi i Transparencës ka vendosur këtë të shtunë ndryshimin e çmimeve të karburanteve në tregun vendas, duke reflektuar një rritje të re për konsumatorët. Sipas vendimit më të fundit, çmimi i naftës është rritur me 4 lek për litër, ndërsa benzina ka pësuar një rritje prej 5 lekësh në krahasim me mbledhjen e kaluar. Nga ora 14 e kësaj të shtune, nafta do të shitet me pakicë për jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë është caktuar në 194 lek. Përsa i përket benzinës, tavanet e reja janë 181 lek për litër në pikat e pakicës dhe 169 lek për litër për tregtimin me shumicë. Këto vlera do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, e cila do të monitorojë lëvizjet e tregut ndërkombëtar. Në njoftimin zyrtar, bordi sqaroi se akciza do të vijojë të zbatohet në masën 100%, pasi çmimet aktuale nuk e kanë kaluar kufirin kritik prej 220 lekësh për naftën apo 200 lekësh për benzinën, kusht ky i parashikuar në aktin normativ të prillit për reduktimin e barrës fiskale. Operatorët janë paralajmëruar se çdo shkelje e këtyre çmimeve tavan do të shoqërohet me masa të rrepta administrative, të cilat mund të shkojnë deri në pezullimin e plot të aktivitetit të tyre tregtar.